Krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka dhënë detaje rreth rastit tragjik që ka ndodhur sot në Prizren, ku si pasojë e zjarrit një fëmijë moshës 1 vjeçare ka humbur jetën. Ai tha se në shtëpi kanë qenë nëna me 4 fëmijët dhe që të gjithë ishin në gjumë. Kryeziu tha se shkaqet e zjarrit nuk dihen akoma, por nuk ka dyshime që bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme. Sot më datën 30 dhjetor rreth orës 10 të mëngjesit kemi marrë informat për një zjarr ku po digjej një shtëpi e banimit në qendër të qytetit, saktësisht afër shtëpisë së kulturës. Për fat të keq kemi edhe një humbje jete. Ajo që dihet deri më tani është fakti se në shtëpi ka qenë nëna së bashku me 4 fëmijët e saj, ku 3 prej tyre kanë shpëtuar, përderisa një fëmijë moshës rreth 1 vjeç ka humbur jetën. Me të marrë informacionin, policia, hetuesit zjarrfiksit dhe ekspertët e zjarrit dhe prokurori i rastit kanë qenë në vendin e ngjarjes. Është shuar zjarri dhe janë duke u bërë hetimet për shkakun e zjarrit. Deri më tani nuk kemi ndonjë dyshim që kemi zjarrvënie të qëllimshme, mund të ketë arsye të tjera, por ende është herët të konfirmoj diçka, tha ai. Ai shtoi se fëmijët e tjerë janë jashtë rrezikut për jetë. Kryeziu shpreh ngushëllime familjes për vdekjen e fëmijës dhe tha se institucionet do të punojnë në vërtetimin e shkaqeve që quan në rastin tragjik.